Për shembull, ai ka bëu fotografia në rrjetet sociale duke u kënaqur. Ama në fund kur ka ardhur para vdekjes, i ka shpalos këtë ato që i ka mashtruar njerëzit përpara me të kundërtën. Ti shakon taliban. Kur të vejreve. Se neve na thojnë taliban. Ti shakon besimtar. Po neve na thojnë taliban. Edhe këtë e tregon Allahu. Ja, kam të thonë çdo njeri. Ja lejteni, sikur të kisha dhënë, kisha kontribuar diçka për jetën time. Kështu është ajeti kuranor. Kur e thot këtë njeri masi ringjallet. E çka do thot se ajo ka qenë mashtrimi, cilin kanë jetuar njerëzit. Edhe kanë menduar se këtu është çdo gjë. Hame, pime, dëfrehemi, argëtohemi dhe këtu përfundon çdo gjë. Kur ka ardhur dita e ringjalljes, e shef se atje ka shku domethën bosh, pas një gjë, pas një kapital. Atëherë kam thonë, ja lejteni qaddamtu li hayati, sikur të kisha kontribuar për jetën time. Cilën këtë tash që është jetu, atë edhe s'ka kur gjë. E shef se domethën gjithë ato ditë që i ka pasur në disponim, gjithë ato javë, ato muaj, ato vite, nuk i vlen, nuk i bën dobi. Edhe pishmalloku ka më qenë shumë i madh, andaj Allahu i madhreshëm kiametin njëra prej emrave ka qenë yaumut taghabun. Dita ku njerëzit do të bëhen pishman pse nuk e kanë shfrytzuar jetën edhe se kanë materializuar jo për të fituar kënaqësitë e kësaj dynjaje, por për të fituar kënaqësitë e jetës pas vdekjes. Allahu ta ka dhënë mundësinë ti se ke shfrytzuar.